Shumë qef me të prit. Faleminderit shumë qef me arte ju. Mirë se erdhe. Mirë se u gjithë. Faleminderit që tha po. Gjatë jeta dima. Hajde ratojme, që është kemi? Kjo është vendi për ty? Ka knu një kongë shumë të mirë, dhe gjova në koridor, po. Kongë shumë e përshtatshme për kohën, për shiun, kështu një farë. Një pranveri e vërërë, kështu, po, mirë. Që është kemi, Femi? Mirë, faleminderit. A të ndikon? Është emisioni live-a? Live jemi, ata që kuptove. Komendu që gjirohet për bizbë. Jo, apo vetë ti tregoj nonës, ka qef bre gjithë nona sa dalë televizor. Po, gjithësysh. Ja, vazhdo ti fal diçka disa të fundi me nonën. Okej, hajde, ti tregojmë nëse nuk e den edhe pse kam përshtypjen që ajo na ndjek për çdo ditë. Po hajde le ti tregojmë. Po, është përballë televizorit gati çdo ditë, kështu kalon kohën. Hajde, a mundem edhe na me dëgju? S'ka Facebook, s'ka rrjete sociale. Me dëgju? Nëse bën. Jo. Nanos? Alo, Nanos, e kum harru me tregu që jam televizor në ATV për ju tash live, po. Ajtë, përshëndes. Ajtë, tëng. E përshëndesim shumë. Besoj që e ka pas ekranin të na dhe mësë ka pas... Po, sigurisht. Emisionet relaksuse, emisionet që s'kan politik, emisionet që nuk kontaminojnë, emisionet që kanë vazhdimisht kështu debate, gatit, mos thëmë pa edukume, nuk i përcjellë, sigurisht, pa i përcjellë. As ka fort opcione zgjedhjesh, me thonë drejtën. Mosha e shtyër, po themi, është e diskriminume kështu të na në programe, kanë pak programe që ju pëlqenë, me përjashtime. A është nëna nga jo, nga ta njerëzit që të shtynë ty edhe të tonë, hajde, se po na mungon, bëj edhe ti më shpesh. Pa tjetër që nuk i e shkput asnjëherë prej ekranit. Ke qenë me projekte prej ma të ndryshmeve, po unë kam met me ato atimen krejt e vogël, kur jam rrit duke po programet, se u thash edhe shikuesve, programet e fet, kam pas mundësi me i po gjithë familja, edhe moshat më të vogla, po edhe të shtyrat në këtë rast si të nanave tona. Po, unë prej që kam fillu, do të me dalë në televizor një farë forme, dhe kam pas përgjithësit vazhdushme për fjallorin, për mënyrën e shprehjes, për tonalitetin, për gjithë atë fondin e leksikografisë të fjallëve që këmë përdor, vazhdimisht do t'jam mundu që mos me qenë depresiv, njerëzve mi u dhonë fjallë të mira, fjallë pozitive, njerëz mundi mirë kur shojnë. Nështë ta me përjashtime në i herë janë do tema dhe që s'mundesh me ju ikë ose diçka, nuk janë normalisht për fëmi, ose nuk janë për moshat saktume, po që kjo është misioni i televizorit, i njerëz që dalë në televizor, në varet për çfarë përcaktohesh, si qka e shet vetën, apo komendu që është një farë misioni humanitar, po them, që njerëzit kur të shohin do të mundi mirë. Në qëtë kontekst, që kjo ka qenë qasja ime me dalë në ekran para televizorit e shto. Cilin e ke të kthej pak shtot të bëj nostalgjik pak për punën tënde, për vetën tënde? Cilin e ke nga këto projektet fort dashtuna që e konsideron që të mungan më shumëti, edhe kur kthehesh në ato memorjet, i thu vetës, po e kisha po pra. Po, bleron, kjo, kam dikun 4-5 projekte që kanë qenë në vardimësi, ka 2-3 vite, për shembull, që kanë pas emrat ndryshëm si show me sëllejshëm me kolegun e tim djerë, pastaj face show, kush do të bët milioner, fej pëthët, dhe ndërkohë do të kam pasë dhe shumë projekte kështu të shkputuna, më të shkurta, programet vitit 3 të realizume e tjera, po ajo që jam di mirë, do thot ka qenë kuizi kur do të bët milioner, do ka qenë për 2 vite gjysë që kam moderu, do thot ka qenë një farë, kam qenë i kompletuar vetë në atë scenografi, strukturë, në përmbajtje, në komunikim, ka qenë emision që është ndjek për gjitha moshave dhe besoj që ka qenë emision që e kam pëlqy njerëzit. Publiku ka qenë shumë i donë. Kam marrë komplimente po për gjithë kështu si projekt, si angazhim. A ke pas prej këtyre pyetjeve të çuditshme të asaj kohe kur bëje kush do të bëje milioner, tregomi pyetjet ose a kishe provu ti mendon? Ai ka qenë një projekt strikt sepse ai është një franshizë, është një drejtë e atij produksioni ndërkombëtar që është. Aty ka qenë strikte mënyra edhe për sjellje sepse aty ka pas shumë regula. Ajo emisione ka një kushtetut të vetën. Që monitorohet vazhdimisht. Monitorohen edhe unë.
Okej. Aty kam qenë edhe unë dyshuar i vazhdimisht që mos po jap sheja të na i farë, përdin të ashtë. Qa me ndonë, po Na i t'kishe shaj të qenë... mi tregu dikut. Po t'kishe qenë... Po t'kishe qenë në vendin e atyre plot të ftuarve në atë karikën e nxehtë, po them që... Sa kishe dalë? Përbes drejt e gjysma, jo ma shumë. Drejt e gjysma, jo. Se besoj që kisha dalë, ma shumë dështë pak më lartë. është punë fati, është punë sa ti gjatë jetës tënde ke bledzu ki një orit përgjithshme, çfarë përvoje ka pas shpesh aty që ka lujto dikush lotëri, se ja ka fut ose bëj, ka dalë mirë, ka vazhdu. Fati. Asnjë njeri nuk është më i mençur në botë, sepse një orit janë të pakufishme, dikush din diçka më shumë, dikush din diçka që nuk di ky tjetri. Po aty ka bërë dramatike skenografia, ka qenë interesant. Ai quiz, të gjithë njerëzit kush ka ardhur në quizin atëherë, kush do të bëhet milioner, të gjithë kanë thonë unë prej shtëpie i di krejt pyetjet. Vërtet. Po skena gjithmonë njerëzit që janë mësuar me kamerat, i ke pas raste edhe këtu, mysafirët kur vinë, ka pak ngurojnë, masandaj ka pak i hub koncentrimi, se kanë intuitën, se mundën u shpreh bashkëmirën, janë pak të ma të ajo koeficienti i inteligjencës ju bjen edhe aty. Ajo ka qenë, skena është, skenografia është dramatike, pyetjet, ndriçimi dhe muzika. E bën, do thotë, i shkakton traumë, pasiguri, aty ka pas efektet rrahjeve të zemrës, të dëmë të. T'japin alo ma shumë adrenalinë. Fehe, a ka humor të mirë sot, qa me ndonë? Shë, nuk, këtë e vlerëson shoqëria. Humori është një koeficient që tregon nivelin e kulturës dhe vetdijes në përgjithësi sociale dhe politike edhe edukuese të një shoqërie në popullate. Si kemi punë të mirë. Do të edhe humori sot tregon për nivelin ton të edukimit dhe të nivelit ton intelektual në përgjithësi si shoqëri. Degradimi i humorit me njëherë të regon që do thot e jep një farë alarmi. Banalitetet, fyrjet, sharit do të janë fundi i humorit dhe kreativitetit. Mënyra e mire e interpretimit përfshi do thot gjithë shembujt nga jeta e përditshme, duke përdor sarkazëm, ironi, duke përdor rastet veçanta, loja e mirë, fjalët, që ky leksiku, që i fundi jonë që na flasim, se fatkeqësisht na në Kosovar flasin me pak fjallë, brenda ditës na do të kemi fjallorin shumë të varfër, të komunikimit të ndytor, o mendoj që humori nuk ka degradu në Kosovë. Kjo puna e çështjeve të banalitetit, më ka rasti sigurisht edhe publikisht i pyes disa prej njerëzve pra komunitetit artistik që bëjnë filma, bëjnë seriale dhe janë arsyetuar që ju nuk pajtohen që duhet ke deri në këtë nivel banalitet, por me qenë se publiku po e pranon, hajde le ta bëjmë. A duhet me u vazhdu gjithçka që publiku pranon? Përdorin të gjithë. Nuk është që s'duhet me pas, sepse në fundit ai është realitet që pasqyron një jetë që është jashtë institucionit, jashtë mediumit. Dhe ajo sillet në medium, po mënyra nuk bën me tepru. Në rast të caktuar, s'mundur do të thotë pa interpretuar diçka nëse nuk përdor. Sharjet, fyrjet nga ato që ne kemi dëgjuar. Banalitetit i dëgjojmë në rrugë, do të thotë, i dëgjojmë prej njerëz dhe në jetën private njerëzit i përdorin atë fjalor. Po tash do të nuk ka më gjithçka përpara është fsheh pak kjo mënyra e komunikimit, sepse ka pas një komunikim jo formal, ajo formal si me gjithë në rrugë dhe në medium ka qenë strikt, ka qenë rigoroz, i censuruar. Nërsa tash do thotë ka kaluar mediume në këtë demokracinë e fjallës të lirë që po e përjetojna, për dikon është e papranueshme, për gjeneratat e vjetra, normalisht është e papranueshme, se do thotë është një farë rendi. Njerëzit kanë folë diçka tjetër kur kanë qenë jashtë, por kur kanë hyrë në shtëpi ose në dhomë, është një fjallor, unë e vazhdimisht që kom unë u bëj vrejtje edhe fëmijëve të mi, dhe mos më sillni slenga dhe fjallor në shtëpi. Shtëpi nuk kam qef me i dëgju. Unë e di çka janë, nështë edhe vetë si ri i kam përdor, po ato janë të rrugës. Dhe në shtëpi, përdorët fjallor tjetër komunikimit, vazhdimisht ju bëj vrejtje.
e bëhet shprehis. E vërtet, e vërtet. Duket sikur me gjithë karierën tënde dhe të qenurit prezent për ekranit, një vargjëtësie shpirtërore, si çdo njeri po besoj që e keme, e gjejmë te vetlindja, aty ku fehi, ndoshta për shumë mund të, që nuk e njeh fehin, kështu për nga afër edhe nuk e përcjell se çka bën ai në ditët e tij jashtë ekranit edhe jashtë çka mundet me pa publiku. Është shumë i mirë në ato punë të fshatit, në vllahin tënde të shenjtë. Aq sa na ke tregu edhe përmes rrjeteve tua sociale. Po i vyshëm jam punëtor jam. Para tash 10 vite i ka, tash 10-12 vite, mbase ajo është fshati që s'kam lindur ne, po kemi shku si fëmijë. Nuk kam kohë që kam kalu atje, po në periudhën kur televizioni e ndisha vetën shumë të lodhën, fillova me dalë, në shetijen. Mas andej e bleva një pjesë tokë, fillova kështu me mbledh mbetje të shtëpive të vjetra, edhe që ashtu eksperimentova me bo një farë vendi për me dalë vetë. Mas andej vendosëm me bo biznes. Një biznes që nuk është ai biznes, fakt është ma shumë një farë si projekt social, ku që aty katuni ose dikush mbledhëm, ajo është një restorant që punohet kryesisht me grupe, me rezervime, nuk është restorant ditor, që çdo ditë mundesh me arë, po ka grupe, njerëz, seminare, dikush shoqëri që dojnë me kalu një ditë, ose edhe me fjet me një kapacitet të vogël, dojnë privatësi njerëzit, dhe sot normalisht është në kërkesë, qështu, po ka qenë periudhë sepse besoj që shumë njerëz në Kosovë, ata që kanë lindë e rritë qytet, më veç besoj që një pjesë e madhe në Kosovë nuk jetojnë ma, ose kanë dalë në periferi, sepse janë të lodhën, dhe thotë, edhe pse prej kësa jetës, se tash, kjo nuk është jetë urbane, po që shpitojnë dhe urbicit, tash shpitojnë këtë anarkinë, edhe normalisht që dhe këmë pas nevoj me dalë, me ikë, ishte problem me u këthy mas, ishte problem me u këthy me jetu me nejnë qytet, është shumë problem, sot fatkeqësisht qytetet tona janë të mbi ngarkume. Mbi ngarkume, është alarmante, është ndotja e ajrit e ujit edhe mjedisit përgjithësi. Nuk janë keq edhe fshatra, sepse ku ka njerëz, ka edhe bërllëg, është shumë interesant. Shumë s'po mundu me menaxhu këtë farë pune. Kjo është ajo që folet i për vendlindje. Vendlindje ka Mitrovicën. Mitrovicën e Veriut, po Që në fakt të sjellë, nëse unë të pyes për kujtimet, ose për fëmirin tënde, a ka qenë prej atyre të bukurave dhe të siç duhet me i pas çdo fëmijë i botës, kam përshtypjen që nuk është prej këtyre historive më të bukura për shkak të shumë rrethanave. Të gjitha fëmirit janë të bukura të lumtura, çfarë do të qofshin. Të gjithë njerëzve ju mungon fëmiria, sepse në atë kohë njerëzit përveç atyre që kanë pas vujtje dhe skamje. Ndryshe të gjithë ata që kanë pas çfarë do të thotë një jetë mesatare ose të dëshirave, po them kushtimisht plotësuara, shumicat pa plotësuara, po gjithë fëmijët janë të lumtur sepse s'kan stres. Janë të pafajshëm, jetojnë ashtu si jetojnë, mbase tash fëmijët do të thotë janë duke përjetu, do të thotë komunikim të keq në për shkolla, në për bullizmin edhe probleme tjera të komunikimit brenda shkollave që ka shumë Kosovë, po ne edhe atëherë besoj që krejt gjenerata jam edhe ma herët për edhe ti, gjithë kanë fëmirin e lumëtër. Po, e bukur, kur derisa... Jeta kur rritët, fillojnë angazhimet, stresi... E vërtet, po duke qenë edhe fëmijë, nga mungesa e kësaj vedije së plotë, se çka po ndodh për rreth teje... Që të fotografi, këto që janë delet e mija, po... Një fotografi që ty kam pas një herë, që, ja, kjo, tu me gurë, ty, për një fotografi... Unë tash, goqa punëtor. Kom pas një bashkë që s'ka pas pa të mirë. A po, a çka kem bjell aty? Krejt kanë bjell. Bele kom bjell diçka që s'disha as çka janë. Tu formu. Qao kjo. A jem nove me emna me ne. Ka qenë një vit me nonën, më ndimaj ke nona se herë për herë parë kom eksperimentu. Ndimaj ke nona dhe çka qysh duhet. Qysh duhet këto. 2 vite më ka dështu, se është bashkë e hapën, më ka dështu prej shijut. Shkun krejt dëm, a? A me ndonë me u rikëthy, me punë e madhe, a? Jo, është punë e lasme. Po flasim këtu për njerës që nuk e din. Punë më të vështirë se bujësia nuk ka. Dhe unë nëse them pej profesioneve kështu në përgjithësi që respektoj, mas shumë të respektoj bujqit. Ata dhe thot janë njerëzit më halal që i ka një shoqni. Bujko me dur të lasaritu na është njeri ju më halal
që mundet me pas një popull në shoqëri. Ato është punën ma të rëndë që e bojnë. Dhe besom që që e kom provu vetë kështu punën e bashkës, dhe kështu kur dalë në hem në treg, ose që blejt diçka, veç i thëmë sarë, qëmimi dhe paguj. Kur mos ka ndodhë, mi thonë, apo milen ma lirë, ose... Ka më ushty, se ja din... Jo, pa, se ku pas për praktik, po si ku më thonë e herë, ose shtrajt, ose lirë, ose kështu diçka. Ka ndodhë shpesh dhe i kam pas që nuk janë kvalitet, janë nashta dhe pak të kalbun, apo i kom blezë. Dhe që shaj respekti, jo për diçka. Derisa e bën një punë, mandej ja din halin ma tepër. Kom shkoqit diçka prej rrjetit tënë social Facebook, që më ka bu për shtypje. Ti sigur e ke përkufizu kështu një lloj traume e fëminisë tonë, si 14 vjeçar, greva e minatorëve të vitit 89, kur ti ke qenë 14 vjeçar. E kam komplet tekstin, po të doja me më kujtu pak edhe me më tregu pak për sigurisht gjithë këto që e ke shkruajt edhe si shenjë dedikimi për të kujtu babajin tënd. Po më skanon tash shtu me mosha në periuda. S'po di për unë kam shu shpesh, kohët e fundit e kam lanë. A të lexoj pak diçka. Unë i kam do periuda në Facebook që shkruj pastaj me muj pauzoj. Unë e kam zonë këtë periudën kur ke qenë shumë aktive dhe ke shkruaj këtë. Në kujtim të Imer Feratit, babait tim dhe gjithë minatorëve tjerë në 30 vjetorin e mbylljes në Zgafell. Ditën e 7 ngujimit, ditën e parafundit ika nga mësimi dhe pa lejen e anëtarëve tjerë të familjes. Isha më i vogli. Shkova te Miniera, i përmalluar, i friksuar, i shqetësuar, e traumatizuar nga lajmet e TV-s dhe si një 14 vjeçar kisha nevojë për të ofruar fizikisht me babain. Kureshtja e dëshirë që nuk ndalej me asnjë forcë. Në portat e Zgafellës më pritën edhe disa gazetarë të huaj dhe pasi u prezantova që jam i biri i minatorit, më kujtohen reagimet me përqafime e lot nga disa të rritur që ishin andej nga hyrja Zgafellës. Babai nuk e takova, edhe pse i kishin treguar se djali i vogël gjendej lart. Ai nuk doli, sepse ata kishin dhënë besën njëri tjetrit që për asnjë rast nuk e lëshojnë grevën dhe Zgafellën. Kam haru kër e kom shkru. Po besoj nuk i ke haru imazhet edhe... është prekshme, më preke pak se më ktheve në këtë... Më ktheve në kujtime shumë trana fëminisë. Ata që i kam pas prit minatore, din këte. E përjetojnë, tjerë së mundën. Kujtime këto që edhe sot, për këtë e kisha fjallën kur thash që ju çdo fëmiri e çdo kujt është me ato të bukrat. Pra 14 vjeçar i rritur mjaftueshëm me kujtu një imazh të tillë. Do të para syve tu, çdo herë sa flitet. Profesioni i minatorit është një profesion ku ata që shkojnë punë, thojnë halashtisë çdo ditë me të familjes. Shkojnë punë nuk ditë a kthehen. Dhe këtë kam përjetu si fëmijë se baba ka qenë minator. Këto raste fundit në vdekjet e punëtorëve fizik në ndërtesa, thotë këto janë pashtu të dhimbshme dhe tragjike, gati të njëjta sikur kjo, sot që i përjetojmë. Dhe shpesh kur dëgjoj këto raste, vazhdimisht mendoj për fëmijët e këtyre personave. A bën me pipa kuj? Pa tjetër, nuk... Po zërë koha për muzikë pak. Jo, muzikë po e lojmë edhe pak. Edhe pak? Edhe pak. Nuk desha me të lojmë pa fjallë, po sigurisht e kuptoj që janë kujtime... Unë jam shumë mirë, po kujtimet gjithmonë prekun. Jam shumë mirë, në fakt, unë jam mirë, po jam i pregaditur dhe më ke bo një katapultim të emocioneve të gjendjes çfarë jam, në një gjendje krejt tjetër, sepse tash me respekt ndaj teje, se ish kolege që kemi qenë në një medium tjetër, po e bëj publike, se asë se këmë bëj publike, asë të rrjetë social, jam në pregaditjet në fund të këti muajit, të një stand-upi. Po për herë të parë kështu si një stand-up, me një kos gjatje prej një orë e gjys, ndoshta dej në 2 orë, i kam një 2-3 misafir, po do t'jem dhe thotë unë si udhëheci kryesor në përmbajtje të këtij stand-upi, do të mbahet në Klan Arena,
besoj me 27 prill dikun, po shpejt do të vesh publikohet. Okej, me zi po presim pra, një lajm i bukur ke. Ka një emër interesant si stand-up, ka subjektin e ka kosovar që quhet. Dhe aty diskutojmë ose i paraqes të gjitha temat, të gjitha fenomenet na si kosovar, përfshi edhe këtë historikun që përmendet ti, në çka kemi kalu dhe me çfarë po përballemi, me gjithë modernitetin ton, me gjithë këtë farë konservatorizmin që na kena, që s'po i pranojna bashkëlet ndryshimet edhe këto. Të gjitha do të përfshihen në këtë stand-up, edhe i kam 3 mysafir, një nga Presheva, një nga Tetova, që përfaqësojnë, po njeri përfaqëson Kosovën lindore, njeri përfaqëson edhe ata janë 3 emrat njohur të stand-upit shumë, edhe aktorët mirë edhe me shumë përmbajtje, përdorin në satirë është Hasim Mishi Sopi nga Tetova, është nga Presheva, është Artani Bishi, dhe nga Ulqini është Bashki Male. Dhe gjithë këta do thotë edhe këta përfaqësojnë zonat e tyre në këtë stand-up komedi, po unë do t'jem do thotë ata janë mysafir të mi. Me një prezentim më të shkurt, ndërsa unë do t'jem dikun ka një orë në gjithë këto interpretimin e kosovarqes. Kosovarqe janë të gjitha sjelljet tona, qasjet tona. Dhe ti ke atë nuhatjen për këto fenomenet tona. Po jo, na do të me paraqit, ajo është një realitet, normalisht, që mënyra interpretimit tje është ironike, sarkastike, është me humare, po aty do të thotë, unë paraqes të gjitha ato që na mendojmë që i kemë bashkë, por nuk i shohim çdo ditë, si që përmendin këto shkencat e komunitim, që ka sy, por nuk vrejnë. Dhe kjo do t'jetë një prej mënyrave dhe përmbajtjes së komunikimit, duke fillu prej sfidave tona me këtë modernitetin, me teknologjin, për shembull qyshe, ja kena mësu halës me përdor chat GTP-n, po e kena nëzon të i lypë chat GTP-s me shru Hajmalia. Sepse ajo dhe me përdor teknologjin, po nevoja asaj është shumë primitive. E tema tjera. Interesante kjo, besoj që kanë me pas mundësi publiku me pa edhe në formë epizodike, pra do të ketë edhe repriza, apo do të ketë edhe një premier? Jo, kjo është një stand-up live, blihen biletat, normalisht, sepse edhe kjo formë po diskriminohet, pasane e gjithë krep, është fatkeqësisht rrjetet sociale po i dëmtojnë autorët, sepse thjesht se cili autor që shkruan, që përgatit diçka, që bën, do të thotë njerëzit po i konsumojnë dhe thjesht, dhe se cili artist, se cili krijues, ka nevojë me materializu atë që punon dhe përgatit. Kjo është një stand-up që unë e kom përgatit tash një vjet. Goxha kohë. Tash një vjet, po tash një vjet, janë ato dromca të shkurtra, po janë tash një vjet, gjitha vrojtimet e mia në shoqëri që i kam vrejt, në të gjitha kategoritë e jetës tonë kosovarqe. Na vore shumë kërështar sigurisht me po. Diasporën, po. Ofër që kemi me datën, kështu që na mbetet me na dhënë të info tjera ku duhet me prej biletat e këtu, edhe shpejt do t'i kemi. Dalë edhe diçka tjetër e bukur, edhe prap këtu do të kthejnë kohë, po për diçka të bukur, për takimin me bashkëshortën tënde në ditën e maturës. A ka qenë? Më thuj qka kujton prej asaj prej? Si ke qenë si? Bashkëshortja ime nuk e ka fort në qef as prezencën në media, se base ka një shkollim shumë të lartë, çdo ditë ligjeran, në moment kër janë ndez një kamerë për para, sigur m'ja këthy një kalash. Po mirë unë se s'po e përsaton, po të pështy. E para, e dyta nuk ka shumë dëshirë me përmend. Une, tja e punë e jo, tja kjo është punë e jeme. Po, jemi taku në mramit maturës, jemi njeftu. Asi në mramit maturës, unë në saku fri shkollën e mes, ma e shkollën fillore. Jemi njeftu, po pastaj mas 2-3 viteve, kemi fillu mu afru edhe që shtu konë kismet. Edhe nga kjo dashurie juja, nipse bashkëshortja, ne këto fotat i kemi marrë se ti ke publike në rrjetin tonë social, dhe më thonë, na respektojmë. S'kam drejt mu ankute aji agencioni për privatësia. Jo, më vjen keq. Edhe gjithë këto që ka përmendu janë diçka që ti ke nda me ndjekësit e tu. Kështu që ne i përshëndesim shumë bashkëshorten, se ke provu ti në i herë me i bu një mirënjohje dhe falenderim live, se ndoshta të thot... Që më përsim flajtën është. Jo, tash po e shem me nanën, i kemi lajmërues.
e the edhe më herët, po ju thu edhe fëmijëve, po kthejnë ata jo më herët, se du të dalë të fëmijët, ju thu këto slenget e ato, kur vini në shtëpi, leni. Si e ke zgjedh rolin me bo si ba? Pra atë shokun, apo atë mesin e artë që çdo kush prej prindërve, edhe që kanë ardhur në studio, edhe që ka dim nga jeta e përditshme, e kërkojnë shumë, po thonë që është shumë e vështirë me gjetë këtë mesin, pra sidomos për të rritë adoleshent në ditët e sotme. Niko jam marrë shumë me trajnime dhe me komunikimin, me shkencën e komunikimit, edhe ndër tjera ka pas tema për prindrit. Edhe nëse nuk gaboj ka qenë, a je prind rigoroz, a je prind përkras, a je prind thjesht liberal. Prind që jam mundu me gjetë vetën në këto trijat, nuk kam gjetë në asë njërën, por jam në të trijat. Varësisht për i rasteve. Sot, mbase unë jam martu një mosh 27 vjeqare, besoj që tash i propozoj edhe shumë trive, sa ty dikon, edhe djallit temi propozoj po, sepse nga tiparët dhe pikpamjet jam pak konservator, edhe nuk lëvizi kur, këtu mbetna, do thot nga ajo. Si prind, sot është, çdo prind, sot është mjaft sfiduese, do thot komunikimi me fëmijët. Është besoj që gjithë përfshi prej moshës më të vogël, derisa fillojnë do të me hynë shkollë. Ka Barcoleta, thojnë një fëmi, ka qenë shumë i butë, shumë i urtë, i dishëm, i këndshëm, ka përqafu, ka folë drejt, nuk ka gënjy, nuk ka bo shërë, derisa ka hynë shkollë. Moment që ka hynë shkollë, kreti ka mësu. Këtë shërët, a? Sepse aty shkëmbehen, është interesant, shkolla, fëmijët nuk shkojnë vetëm për mësusin atje. Na mendojmë që gjithmonë fëmijët kur shkojmë, e kemi bindjen, që kam përshëndrim vetëm të tabela dhe të mësimdhënësit, të mësusja, ose ma vonë të arsimtar. Fëmijët në shkollë atë shumë shkëmbejnë ide, shkëmbejnë përvoja, ndikohen të njeri tjetri, varësisht cili fëmijë është më indikushëm, ose pranon tipare, ose përjeton përvoja prej tjerëve, dhe fatkeqësisht, unë mendoj që sa ma shumë ka edukim masiv, edhe individi pastaj mbetet se prej masës. Si prind që më pyetët, jam edhe rigoroz, jam, jo strikt, ma shumë jam përkras rigoroz. Mënyrat e komunikim, interpretim, base janë shumë sfiduse sot, po me gjithat, po në shpinë time ka demokraci shumë me gjithat. Ka dhe barazi, po besoj me që se keni një djallë dhe dy vajza. Absolutisht po. Po, absolutisht jam për krajet vazhdushme. Po, ma shumë, unë jam i lidhën me vajzat. Me vajzat? Me vajzat jam shumë i lidhën. Po, për kraj me shumë, kam vajzën si hanën, tashme 21 vjetë, dhe Blina me 16. Pase fillojnë i kanë problemet e duke shpesh, kur diskutojmë me shok, unë ja u përmendi, po ka shumë njerës që nuk e analizojnë ose në qëfar faze jeni. Njeni hynë në fazë pubertetit, tjetërin të adoleshencës, njeni përfundën fazën e adoleshencës, ku hynë moshën e pjekurisë, që është shumë e komplikume, mosha 19-21, kur fëmijët fillojnë me pyet për veten, kush jam unë dhe çfarë do të bëhet me mua, është mosha ma delikate. Pastaj një kalon për pubertet në adoleshencë, një tjetër shto, edhe... Me ndritin duket e keni ma të letë. E kam një, tash po më duhet me shkoqit diçka prej këti stand-up komedis që e kam në të ardhmen, sepse tash na po mësojmë çdo ditë për mjekësi, edhe po lexojmë në rrjetet sociale, plot titoj, shohim mjek vazhdimisht, do televizion ka, mjek ka, këshilla, përshëndetin mental, përshëndetin anatomik, këshilla psikologjike e tjera, si shoqëri, tash na po përballëm dhe kena fillu me i mësu. Po as kemi dita s'ka është stresi, po derisa një kosovar thot ka fillu me lexu dhe me i pa çka janë simptomet e depresionit. Do ka rënë mend kur i mësova, çka janë simptomet e depresionit, unë e kuptova si një 3-4 herë isha kon depresion përpara. Se kum ditë heç. Po se kum ditë as çfarë po ndodh. Ose
Ja, është një fazë tash kush më kupton mirë, kush më kupton, thot një kojshi, takohet me kojshin e vet, thot kojshi qysh je, haj mirë, qysh po kalon, po ky thot po mirë me punë, pak strese, angazhime, çto thot kurgjë, kojshi kurgjë nuk është stresi. Qa ish një farë na ka hi në shpe një farë menopauze, po do me na kollë këtë shpinë të loshe jena. Si si tema shë. Fole për familjen. Pjesë shkurta këto që faleminderit që i dove me neve, po të tjerat në mbesin me i pa në stand-up komedi. Në fakt edhe jam në fund të këti minutazhit për caktum. Unë ju thash edhe më herët që me knatësi të prita të prezentova dhe të faleminderit shumë që më erë dhe sot. Ka marrë për respekt ndaj teje, se ne kemi qenë kolegë edhe në televizionin tjetër atje, ti ke qenë për krasë ndaj meje edhe për këtë arsye ka marrë. Faleminderit shumë. Me të respektu, Shihemi në stand-up komedi. Me ta këthy argatit. Faleminderit shumë.